Jam nga një familje e njohur, por nuk dua t'jap mbiemrin tani. Problemi qëndron këtu. Është bërë në 94 një dëshmi kundrejt babait tim, me që ka qenë i adoptuar. Okej. Dhe problemi qëndron, si ka mundësi që babai merrte në kohën e komunizmit, merrte pjesët e tij. Dhe në 94 bëhet një gjyq i cili iqet nga pasuria dhe duke qenë në trashëgiminë nga gjyqi im, i cili është shumë i njohur, nuk po jap emër se ka qenë avokat deputet, jam nga familjet e para tiranose, por nuk po gjej dot zgjidhje që babai të hyjë në 1 të 6, se kanë qenë 5-6 fëmijë. Dhe ato e kanë hequr duke fituar gjyqjet me pa të drejtë, nga që njerëzit e mi ishin tepër të njohur dhe me funksional. Kërkoj që të zgjidhet ky problem, domethënë në instanca shumë më të forta, sepse është diçka një nyje që nuk po e zgjidh dot, u bën në 2019. Dhe kërkoj ndihmën tuaj si avokat, jepni një këshill. Me çfarë kuptoj unë, i vetmi, pra nga ajo që diskutuam, ju e keni problemi tek dëshmia e trashëgimisë. Në momentin që është çelur dëshmia, ju falenderoj. Nuk është çelur konform, ndoshta ka qenë një shpejtësi, nuk mundet ta di arsyen që pse nuk është çelur në formën dhe mënyrën e kërkuar nga ligji, sepse nëse ai është i adoptuar, pra edhe fëmijët e birësuar kanë të njëjtat të drejta. Bravo. Janë fëmijët biologjik, pra nuk përjashtohen dot nga trashëgimia dhe të drejtat që përfiton një fëmijë biologjik. Dhe kjo është bërë, më falni, është bërë në kohën kur ka qenë zoku, babai ishte 12 vjeç, vërtet e rriti halla, por gjyshi im nga që ishte avokat, nuk mund të jepshin mend fëmijët, nuk e ka hequr nga trungu. Akoma është në trung, por me vendimin e gjykatës, dihet se çfarë është bërë në 94. Kështu që unë besoj që duhet t'i drejtojnë me një objekt tjetër gjykatës, që do të thotë pavlefshmërinë e asaj dëshmie trashëgimie dhe detyrimin që ju të jeni, pra baba juaj të jetë trashëgimtar në familjen ku ka qenë e adoptuar. Pra kjo është rruga